Ndryshe nga çdo lider i SBA, Donald Trump në një postim në Truth ka sulmuar Papa Leonin. Ai është i dobët në krim dhe i tmerrshëm në politikën e jashtme. Ai flet për frikën nga administrata Trump, por nuk përmend frikën që Kisha Katolike dhe të gjitha organizatat e tjera të krishterë ndjen gjatë Covidit, kur priftërinjt, ministrat dhe të gjithë të tjerët u arrestuan për mbajtjen e shërbesave fetare. Unë preferoj shumë vëllain e tij Luiz sepse ai është plotësisht maga. Ai ka të gjitha të kuptuara. Nuk dua një pap që mendon se është e pranueshme që Irani të ketë armë bërthamore, shkroi Trump. Trump më tej tha se nëse unë nuk do t'isha në shtëpinë e bardhë, Leo nuk do t'ishte në Vatikan. Leo duhet më jetë mirënjohës, sepse siç e dinë të gjithë, emrimi i tij ishte një surprizë shqetësuese. Ai nuk ishte në asnjë listë papabilësh dhe u zgjodh nga kisha vetëm sepse ishte amerikan. Në fakt, besoj se kjo ishte mënyra më e mirë për të menaxhuar marrëdhënien me presidentin Donald J. Trump. Presidenti amerikan e shkroi këtë në një sulmtash përndaj papës. Nëse unë nuk do t'isha në shtëpinë e bardhë, Leone nuk do t'ishte në Vatikan, vazhdoi Manjati. Komentet e Trump erdhën pasi Papa Leo tha se një iluzioni i plot fuqishmërisë po nxit luftën SBA-Izrael në Iran, ndërsa nuk është e pazakontë që papët dhe presidentët të kenë qëllime të kundërta. Është jashtëzakonisht e rrallë që Papa të kritikojë drejt për drejt një udhëheqës amerikan dhe përgjigja therrse e Trump është po aq e pazakontë, nëse jo më shumë. Ai e përsëriti këtë ndjenjë në komentet për gazetarët, duke thënë: "Nuk na pëlqen një pap që thotë se është në rregull të kesh një armë bërthamore." Më vonë Trump postoi një fotografi duke sugjeruar se ai kishte fuqi si të shenjtorit, të ngjashme me ato të Jezu Krishtit, i veshur me një rrobë në stilin biblik. Trump shihet duke vënë duart mbi një burr të shtrirë në shtrat, ndërsa drita buron nga gishtat e tij, ndërsa një ushtar, një infermiere, një gruaj që lutet dhe një burr me mjekër me një kapele bejsbolli shikojnë të gjithë me admirim. Qielli i sipër është i mbushur me shqiponja, një flamur amerikan dhe imazhe të avullta. E gjithë kjo ndodhi pasi Papa kryesoi një shërbes lutjeje mbrëmje në Bazilikën e Shën Pjetrit të shtunën, të njëjtën ditë kur Shtetet e Bashkuara dhe Irani filluan negociatat ballë për ballë në Pakistan gjatë një armpushimi të brisht. Papa nuk i përmendi Shtetet e Bashkuara ose Trump me emër, por toni dhe mesazhi i tij dukeshin të drejtuara ndaj Trump dhe zyrtarëve amerikan, të cilët janë burrur me superioritetin ushtarak të SBA-s dhe justifikuan luftën në terma fetar.